E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi me një ngjarje që në fakt na ka shokuar të gjithëve. E pritshme nga familjarët e Selin për të kërkuar që Selin të largohet nga shtëpia e Big Brotherit për faktin sepse unë këtë gjë e ndjeva nga momenti kur babai i Selinës jeton në Bollati, pati një lidhje me emisionin Fan Club të moderuar nga Kiara Tito, e pash atë mllefin që kishte kundërdrejt produksionit për mënyrën se si i trajton Mirin dhe Rogertin. Tani pyetja që bëhet më së shumti është a do vazhdoj Selin të qëndroj brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Unë prisja që nëna e Selinës tjetë më ashpër, po nëna e Selinës u tregua një zonjë vërtet, mënyra se si trajtoi temat, mënyra se si e trajtoi të bijën, mënyra se si komunikoi me produksionin, do me thënë ishte në mënyrë jashtëzakonisht të kulturuar. A do të qëndroj Selin në shtëpi? Selina do të qëndroj në shtëpi, do të vazhdoj rrugtimin e saj, po a do të bëhet loja më e ashpër nga ana e Rogertit, e pres që do të bëhet, sepse jo më kot u mbajtën 60 minuta publicitet, 2 herë nga 30 minuta. Kjo tregoi që situata doli jashtë kontrollit, Rogerti nuk përmbahej edhe gjatë kohës kur Selina fliste, por nuk është e bukur më që produksioni për ca klikime të toleroj një mashkull që ta denigroj një femrën 23 vjeç me gjuhën më të ulët të mundshme. Tani Rogerti preket tek djali i vet, por në këtë rast edhe prindërit e Selinës preken për të bien e tyre, andaj edhe Miri dhe Rogerti duhet pak të ulin kokën dhe ta kuptojnë që loja e Big Brotherit duhet të bëhet brenda në shtëpinë e Big Brotherit, jo me teze, me halla, me daja ashtu siç bëjnë ato. Unë mendoj që Selina sonte e fitoi Big Brotherin e saj, ajo duhet të jetë fituese e këtij formati, por gjithsesi do të shohim se kush do del finalisti i parë, që mendoj që finalisti i parë do të jetë Rogerti.